إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Falënderimi takon Allahut subhanahu wa taala, prej tij ndihmë kërkojmë vetëm prej Allahut, falë për gabimet tona kërkojmë. Atë që udhëzon Allahu askush nuk ka mundësi të devijojë, dhe atë që lën Allahu në devijim në humbje askush nuk ka mundësi të udhëzojë. Salat e selamet për shëndetet tona më të përzemërta, qofshin më të dashurin Allahun mbi pejgamberin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, mbi shokët e tij besnik, mbi familjet e tij të ndershme të mbar besimtarëve të cilët e pasojnë rrugën e pejgamberit Muhammed deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër besimtar, çka ne kuptojmë me urdhrin e Allahut Azza wa Jall ose përndryshe farz? Fjala farz që e njohim ne besimtarët apo përndryshe urdhër i Allahut Azza wa Jall do të thotë ai i cili e kryen dhe e zbaton urdhrin e Allahut shpërblehet, ndërsa ai i cili nuk e zbaton urdhrin e Allahut ndëshkohet. Kjo është rregull fetare. Allahu Azza wa Jall me urdhër po kërkon prej besimtarëve duke thënë wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu alal ithmi wal 'udwani. I flet besimtarëve, o ju besimtar, bashkëpunoni, nuk thot bashkëpuno ti, apo ti vetë lëviz, por thot bashkëpunoni në shumës, në të mirë, në bamirësi, dhe në devotshmëri, asesi mos bashkëpunoni në mëkate dhe në punë të këqija. Allahu Azza wa Jall kërkon prej besimtarëve unitet dhe bashkim për punë të mira. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha besimtari për besimtarin, pra besimtarët janë sikurse tullat e murit që lidhen me njëri tjetrin. Sepse vetëm se kur lidhen, edhe i ka bërë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gishtat kështu, i ka lidh gishtat e duarve për me tregu se besimtarët janë kështu. Se vetëm kur lidhen nuk rrezohet ai mur. Allahu Azza wa Jall në ajetin tjetër po kërkon prej besimtarëve wal takum minkum umma, le të jetë për juve një ummet, një bashkësi, që ata do të ftojnë në rrugën e Allahut Azza wa Jall, do të urdhërojnë të mirë, do të ndalojnë nga e keqja. Vëllezër të dashur, për të përmirësuar gjërat në shoqëri, duhet që të gjithë të ngrihemi për të mirë, të gjithë të kontribojmë për të mirë, të urdhërojmë në të mirë, të këshillojmë në të mirë, të ndalojmë nga e keqja, sepse nuk përmirësohet ummeti dhe gjendja e popullit vetëm nëse një njeri është i mirë. Por jo, të mirët duhet të shtohen, po ata të mirët nuk duhet të jenë të mirë vetëm për vetveten e tyre, por duhet të jenë njëjtën kohë i miri duhet të jetë edhe përmirësues. Në fe nuk mjafton vetëm se me qenë i mirë për vetveten e tij, por duhet të jetë besimtari edhe përmirësues. Çka do të thotë përmirësues? Gjë që nëse e shen një të keqe, duhet të reagojë në kohë dhe të këshillojë dhe të ndalojë nga e keqja dhe të urdhërojë në të mirë. E kur bëhet një grup i madh i besimtarëve që urdhërojnë në të mirë dhe ndalojnë nga e keqja, padyshim që do të përmirësohet gjendja e besimtarëve. Do të përmirësohet gjendja e atij populli. Do të përmirësohet gjendja e ummetit. Vëllezër të ndershëm, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ndalon neve nga përçarja dhe nga largimi prej mesit të xhamatit, prej mesit të popullit. Transmetohet nga Omeri radiallahu anhu ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: kapuni për bashkësinë, jini bashk
dhe kujdes nga ndarja, sepse shejtani është afër një personi, pak më larg prej dyve, dhe edhe më larg nëse janë mbi dy vetë. Dhe thot pejgamberi sa në vazhdim, ai i cili e dëshiron mesin e xhenetit, ai let jetë bashkë me besimtarët i kapur. Dhe që të dashur, ne synojmë xhenetin e Allahut Azza wa Jall. Allahu prej besimtarë përkërkon bashkësi dhe unitet. Me një hadith tjetër thot pejgamberi sa, kush ndahet prej mesit të xhamatit, ai e ka siguruar një pjesë në zjarr të xhenemit. Hadithin tjetër thot pejgamberi selam, ndihma Allahut, mëshira Allahut, dora Allahut është aty ku është xhamati, aty ku është uniteti. Patyshim që një njeri i cili do të përzihet me njerëz, do të jetë në mesin e tyre, do të ketë edhe shqetësime. Por pejgamberi selam thot, ai njeri i cili përzihet me njerëz dhe duron ndaj shqetësimeve të tyre, është më i mirë se ai i cili nuk përzihet me njerëz dhe nuk duron ndaj shqetësimeve të tyre. Në Islam kërkohet solidaritet dhe unitet dhe të shoqërohemi me njëri tjetrin. Dhe më për këtë arsye edhe njeriu quhet në gjuhën arabe insan, që do të thotë rrjedh nga fjala el-uns, që do të thotë i shoqërueshëm. Njeriu duhet të jetë i tillë. Të tillë kanë qenë pejgamberët e Allahut Azza wa Jall, ku janë përzi me njerëz, kanë urdhëruar në të mirë dhe i kanë ndaluar nga e keqja. Të nderuar vëllezër besimtar, muaji i Ramazanit vjen mu për këtë qëllim, që njerëzit të bashkohen. A e shihni se Allahu na ka bashkuar neve edhe në ngrënien e iftarit, që të gjithë besimtarët anë mban botës në njëjtën kohë me perëndimin e diellit bëjnë iftar. Dhe po ashtu para agimit bëjnë syfir të gjithë besimtarët të dynja. Me këtë, Allahu Azza wa Jall po na jep neve një mesazh që o ju besimtar, edhe ibadetet kur t'i kryeni bashk, e mos u ndani me njëri tjetrin. E shihni se çfarë shpërblimi ka dita e xumas për shkak bashkësisë. Dita e xumas, që në gjuhën arabe quhet dita e bashkësisë, ku bashkohen besimtarët. Për këtë arsye edhe ka shpërblimin e madh tek Allahu Azza wa Jall. E shihni çfarë shpërblimi ka dita e Arafatit, sepse në atë vend, në vendin e quajtur Arafat, mblidhen besimtarët, dhe më për këtë arsye shpërblehen prej Allahut Azza wa Jall. E shihni se namazi me xhamat është i kërkuar fetarisht, dhe 27 shpërblime i merra njeri i cili fal namaz me xhamat, sesa ai i cili e fal namazin në shtëpi. Për këtë arsye Allahu ka ftuar që besimtarët të mblidhen me një vend, të solidarizohen me njëri tjetrin, të unifikohen me njëri tjetrin edhe në namaz. Edhe nëse ata veprojnë kështu, ata kanë shpërblime të mëdha tek Allahu Azza wa Jall. Elusim Allahun të na udhëzojë në rrugën e drejtë dhe të na falë mëkatet. Amin e amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdalu salatu wa tamu taslim ala nabina sallallahu alaihi wasallam. E falenderojmë Allahun Azza wa Jall, salata dhe selam në dërgojmë pejgamberit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Vëllezër të dashur besimtar, duhen besimtarët padyshim ta kuptojnë rëndësinë e kësaj teme që jemi duke biseduar. Duhet të jenë besimtarët më durimtar me njëri tjetrin. Besimtarët janë të tillë, ishin në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që për pak e për shumë nuk u hidhnonin me vëllezërit e tyre besimtar. E sidomos kur vjen muaji i Ramazanit, nuk lejohet që besimtarët duke hyrë në muajin e Ramazanit të hyjnë të hidhruar me njëri tjetrin.
Nuk është çështja veç të flasim për vlerën e muajit të Ramazanit, për vlerën e agjerimit. Kemi flitur ball dhe kanë flitur hoxhallarët ball. Por çështja është të flasim se po hym në muajin e Ramazanit e mos të hym të përqar si xhamat apo si vëllezër. Mos të hym në muajin e Ramazanit edhe mos të shkojmë të afërmit tan, të hidhruar vëllezërit, babenan. Po hym në muajin e Ramazanit, mos të hym me hakun e dikujt tjetër që i kemi mbi supat tona. Po hym në muajin e Ramazanit, mos të hym me pasurinë e dikujt tjetër që i kemi ngrënë me pa të drejtë. Po hym në muajin e Ramazanit, mos të hym duke ja shkelur megjen dikujt, duke ja zaptuar tokën dikujt. Po hym në muajin e Ramazanit dhe trashëgimtarët të përqarë me njëri tjetrin për shkak të trashëgimisë se nuk e pranojnë urdhrin e Allahut Azza wa Jall që Allahu i ka nda hise edhe motrave. Vëllezër të dashur, po hym me një adhurim, me një ibadet, ku synojmë që Allahut na pranoj neve agjerimet tona dhe lutjet që i bëjmë. E nëse hym në një ibadet me këto shkelje që Allahu Azza wa Jall është i hidhruar me ne për shkak mëkateve që i bëjmë të Allahut Azza wa Jall, atëherë është në pikpyetje edhe agjerimi ynë, edhe duat tona, edhe namazi ynë. E lusim Allahun Azza wa Jall të na udhëzojë në rrugën e drejtë dhe të na i falë mëkatet. Do të bëjmë dua, një dua që e kanë bërë selefat kur ka hyrë muaji i Ramazanit. Ajo dua është: O Allah, thuani amin. O Allah, Ramazani ka ardhur dhe është afruar. Prandaj bëje atë të sigurt për mua dhe më mbaj mua të sigurt në të. Dhe pranoje prej neve, o Allah, si vepër të mirë. O Allah, na furnizo me agjerimin dhe na mundso të falim namaz gjatë Ramazanit, e namaz teravive, e namaz natë. O Allah, na bëj të durimshëm, të durimtar në këtë muaj dhe bëj Ramazanin llogaritje të shpërblimeve të mëdha të këtij. Na furnizo në të me përpjekjen që i bëjmë dhe me angazhimin ton, na jep forcë dhe gjallërinë në Ramazan, ja Rabbi. Na mbroj neve nga plogështia dhe nga dobësia dhe nga përtacia dhe nga përgjumja. Dhe na bëj neve të kem mundësinë ta zëm natën e kadrit në këtë muaj të bekuar dhe na përmirëso gjendjen tonë në këtë muaj dhe na shpërblen këtë muaj neve sa 1000 muaj, që ka ardhur në hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Amin, amin, amin. Allahu ndihmoft muslimanëve kudo që të jenë nëpër botë. Allah na i pranoft agjerimet tona, Allah na i pranoft lutjet tona që i bëjmë, lutjet para iftarit, lutjet në syfyr, lutjet para syfyrit. Bëni lutje në Ramazan, që të na përmirësoj Allahu Azza wa Jall gjendjen tonë dhe gjendjen e mbar ummetit islam kudo që të jenë. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimus salat. Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Wa la dhikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allahu akbar, Allahu akbar.